Ndër destinacionet turistike që karakterizojnë veriun e vendit e kryesisht zonën e Pukës është edhe Maja e Murgës, një balkon natyror këtu në lartësitë e maleve, nga i cili mund të shikosh pamjet manitëse që ofron kryesisht tashmë në stinën e pranverës, liçeni i Komanit. Maja e Murgës në Pukë gjatë 2 viteve të fundit për tërheq kryesisht vizitor nga Kosova, të cilët gjatë fundjavave të pranverës dyndën për të vizituar këtë mrekulli të natyrës. Maja e Murgës, kjo panoramë shqiptare, herën e parë ku kemi vizituar nuk kemi pritur që kaq bukur, po tash u shpeshini edhe vet. Hajkirat janë shumë çuditën edhe të befasuar me këto pamje. Veç emocione gëzimi, është aventurë, është diçka që të lidh me natyrën, natyrë shumë e bukur, kështu që gjithçka pozitive. Prej hajqeve të mia, muj me thonë që është për top 3 hajqeve më të bukura. Të vinë të vizitojnë këtë vend, Majën e Murgës. Shumë mirë na të ndi, sidomos me këta ditë buglushat edhe ma mirë. Natyra është diçka ma gjepse. Shumë mirë, pamja është më perfekte ndonjëherë që kam parë. Dhe këtu është afër liçeni dhe gjitha bukuritë natyrore, përfshirë male dhe njerëz më të bukur. E ka ndër ata që po kthehen dhe në vizitor besnik të destinacionit më të ri të Pukës turistike. Unë jam për herën e dytë, shumica e shtektarëve janë për herën e parë. Janë të mahnitur, me thonë, mas poku shtektarë që ka kanë posët. Jemi shumë të entuziazmuar që ka kemi posët. Çfarë bukuri ka Shqipnia, veriu i Shqipnisë, Shqipëria në tërësi është shumë e mirë. Jemi të gëzuar që i kemi këto vende. Emanuel Pietri është i riu që i dha zë Majës së Murgës, duke sfiduar mentalitetin se zgjidhja nuk është vetëm të ikësh jashtë. Ju baj ftesë edhe i ftoj të tanë për me ardhur me vizitu Majën e Murgës, Pukën, Majën e Murgës në veçanti, se ka një pamje shumë veçantë, sidomos pjesa e pranverës deri në mesin e qershorit, është një ndër majet që ka pamjen më të bukur edhe ja vlen për çdo secilin me ardhur me vizitu. Është një destinacion që nuk ka shumë vështirësi për me ardhur deri këtu, edhe nuk ka asnjë lloj rrezikshmërie. Nëse je i apasionuar pas natyrës dhe don të bësh udhëtime të cilët don të mbeten gjatë në kujtesë, eja në Pukë, vizito Majën e Murgës. Për News 24, Armir Meaj.